Në ambientet e medreses së Tiranës u zhvillua ceremonia nisjes së fazës së dytë të projektit humanitar në ndihmë të fëmijëve jetim të Republikës së Shqipërisë. Ky projekt, tashmë në vitin e dytë të zbatimit, financohet nga Qendra Bamirëse Mbreti Selman dhe realizohet nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Ambasadën e Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Haxhi Bujar Spahiu, ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë zoti Faisal Gazi Hifdhi, nënkryetari i KMSH-s Lauren Luli, myftin nga rrethet të ndryshme të vendit ku shtrihet projekti, si dhe familjar dhe fëmijë përfitues. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë Haxhi Bujar Spahiu shprehu vlerësimin për vazhdimsinë e këtij bashkëpunimi dhe theksoi rëndësinë që ka ky projekt për institucionin që ai drejton. Komiteti Mysliman i Shqipërisë nuk mund të mos shprehë për këtë partneritet të veçantë dhe angazhimin për ta zbatuar projektin me përkushtim dhe transparencë të plotë në mënyrë që të reflektojë imazhin e ndritur të Islamit dhe të forcojë lidhjet e vëllazërisë dhe dashurisë ndërmjet dy popujve, vëllezër aty saudit dhe shqiptar. Ndërsa ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Shqipëri, zoti Hifdhi theksoi aspektin humanitar të këtij angazhimi. Padyshim që projekti i suportit dhe përkujdesjes ndaj jetimëve në Republikën e Shqipërisë, të cilin e realizon Fondacioni Mbreti Selman për bamirësi dhe ndihma humanitare në bashkëpunim me Komunitetin Mysliman të Shqipërisë, është një model fisnik i bamirësisë së vazhdueshme humanitare, pasi ka për qëllim të sigurojë fëmijëve jetim mbështetje të plotë, duke përmbushur nevojat e tyre jetësore, shëndetësore e arsimore, si dhe duke organizuar seanca edukative javore nëpërmjet të cilave synohet të kontribuohet në ndërtimin e vetëdijes së tyre psikologjike dhe sociale. Gjatë ceremonisë foli edhe muftiu i Beratit zoti Bilbil Talla, i cili ndau disa reflektime mbi zbatimin e projektit në nivel lokal. Ndërsa për emocionet dhe rëndësinë e ndihmës, folën edhe një nën dhe një fëmijë përfitues, të cilët dëshmuan se mbështetja financiare ka qenë thelbësore për përballimin e nevojave bazë familjare. Në përfundim të ceremonisë, u shpërndan simbolikisht mbështetjet financiare mujore për muajin maj. Përveç asistencës ekonomike, projekti përfshin edhe komponentin edukativ përmes kurseve javore me fëmijët në myftinit përkatëse, duke synuar jo vetëm përmirësimin e kushteve të jetesës, por edhe zhvillimin e tyre intelektual e moral.